Në botën moderne, jemi të rrethuar nga toksinat në çdo hap të jetës sonë, nga ajri që thithim deri te ushqimi që ham, nga produktet që përdorim çdo ditë, deri te uji që pim. Trupi ynë ballafaqohet vazhdimisht me një numër gjithmonë në rritje të substancave të dëmshme. Edhe pse trupi njerëzor është pajisur me mekanizma natyral të pastrimit, jeta moderne mund të mbingarkojë këto sisteme, duke çuar në grumbullimin e toksinave. Por, si mund të dimë nëse trupi ynë po përpiqet të përballojë këtë barë toksike? Cilat janë shenjat paralajmëruese që na tregojnë se sistemi ynë i detoksifikimit ka nevojë për mbështetje? Këto pyetje janë thelbësore për shëndetin tonë, sepse njohja e simptomave të hershme mund të na ndihmojë të marrim masa përpara se të shfaqen probleme më serioze. Trupi ynë flet me ne përmes sinjalesh të ndryshme. Kur organet e detoksifikimit, si mëlçia, veshkat dhe sistemi limfatik mbingarkohen, trupi fillon të shfaqë simptoma që shpesh injorohen ose keqkuptohen. Këto simptoma nuk janë të rastësishme, ato janë thirrje urgjente për vëmendje dhe kujdes. Sot do të zbulojmë 4 sinjalet kryesore që tregojnë se trupi yt po mban shumë toksina. Këto sinjale janë të bazuara në kërkime shkencore dhe në eksperiencën e mirë e njerëzve që kanë luftuar me mbingarkesën toksike. Duke i kuptuar dhe njohur këto shenja, ne mund të marrim hapa konkret drejt një jete më të shëndetshme dhe më të ekuilibruar. Përpara se të fillojmë me këto 4 sinjale, ju lutemi ta ndiqni videon deri në fund që të merrni informacionin e plot dhe mos harroni të bëni subscribe. Gjithashtu na thoni në komente nga cili qytet po na ndiqni. Sinjali i parë: lodhja kronike dhe mungesa e energjisë. Ndiheni të lodhur gjithkohën, edhe pasi keni fjetur mjaftueshëm? A ju duket sikur energjia juaj është tharë pavarësisht sa përpiqeni të ushqiheni mirë ose të bëni stërvitje? Kjo lodhje e pashpjegueshme mund të jetë sinjali i parë dhe më i zakonshëm që trupi juaj po lufton me një ngarkesë toksike. Kur toksinat grumbullohen në indet dhe qelizat e trupit, ato ndërhyen drejt për drejt në funksionimin e mitokondrive, të cilat janë centralet energjetike të qelizave tona. Këto struktura të vogla, por jashtëzakonisht të rëndësishme, janë përgjegjëse për prodhimin e ATP-s, molekulës që furnizon energji për pothuajse çdo proces në trupin ton. Kur toksinat dëmtojnë mitokondriet, prodhimi i energjisë bie në mënyrë dramatike. Por lodhja që vjen nga mbingarkesa toksike ka karakteristika specifike që dallojnë nga lodhja normale. Kjo është një lodhje që nuk përmirësohet me pushim. Njerëzit që vuajnë nga kjo gjendje shpesh përshkruajnë një ndjenjë të thellë dobësie që e bën të vështirë kryerjen e detyrave të thjeshta ditore. Ata mund të flejnë 8, 9, madje edhe 10 orë në natë, por të zgjohen duke u ndier po aq të lodhur sa kur kanë shkuar në gjumë. Një kërkim i kryer në vitin 2013 zbuloi që më shumë se 90% e rasteve të lodhjes kronike ishin të lidhura me praninë e mikotoksinave, toksinave që vijnë nga myku i bazuar në ujë. Kjo është një zbulim befas që tregon se sa e përhapur është problematika e toksinave në shoqërinë moderne. Por si mund të dallojmë nëse lodhja jonë është e lidhur me toksinat apo me faktorë të tjerë? Ka disa tregues kyç. Së pari, lodhja që shkaktohet nga toksinat shpesh përkeqësohet pas konsumimit të alkoolit ose të ushqimeve të caktuara. Kjo ndodh sepse mëlçia dhe sistemet e tjera të detoksifikimit tashmë janë të mbingarkuara dhe nuk mund të përpunojnë substanca shtesë në mënyrë efikase. Së dyti, energjia nuk përmirësohet me konsumim të kafeinës ose stimuluesve të tjerë. Në fakt, njerëzit me ngarkesë të lartë toksike shpesh raportojnë që kafeja ose pija energjetike i bëjnë të ndihen edhe më keq, duke shkaktuar nervozizëm, ankth ose edhe më shumë lodhje pas efektit fillestar. Së treti, lodhja shoqërohet me simptoma të tjera si mjegull mendore, vështirësi në përqendrim dhe ngadalësimi i proceseve mendore. Kjo ndodh sepse toksinat nuk ndikojnë vetëm në muskujt dhe organet, por edhe në trurin ton. Truri është veçanërisht i ndjeshëm ndaj akumulimit të toksinave për shkak të përmbajtjes së lartë të yndyrnave dhe furnizimit të gjerë me gjak. Është e rëndësishme të kuptojmë që mëlçia dhe gjëndrat mbiveshkore luajnë role kritike në menaxhimin e energjisë. Kur këto organe mbingarkohen me përpunimin e toksinave, ato nuk mund të kryejnë funksionet e tyre të tjera në mënyrë optimale. Mëlçia është përgjegjëse për mbi 500 funksione të ndryshme në trup, duke përfshirë metabolizmin e sheqerit në gjak, ruajtjen e vitaminave dhe prodhimin e proteinave. Kur ajo është e zënë me detoksifikimin, këto funksione të tjera vuajnë. Gjithashtu, toksinat mund të shkaktojnë inflamacion kronik në trup. Inflamacioni kërkon shumë energji për të menaxhuar nga sistemi imunitar, duke lënë më pak energji për aktivitetet e përditshme. Kjo është një nga arsyet pse njerëzit me ngarkesë toksike të lartë shpesh ndihen sikur janë në gjendje të vazhdueshme sëmundjeje, pa qenë në të vërtetë të sëmurë.
Nëse e njeh veten në këtë përshkrim, është koha të marrësh seriozisht mundësinë që trupi yt ka nevojë për mbështetje në procesin e detoksifikimit. Lodhja kronike nuk është diçka që duhet toleruar si një pjesë normale e jetës. Ajo është një sinjal që trupi yt ka nevojë për ndihmë. Sinjali i dytë. Problemet me lëkurën. Lëkura është organi më i madh i trupit ton dhe shërben si një pasqyrë e shëndetit të brendshëm. Kur sistemet e brendshme të detoksifikimit bëhen të mbingarkuara, barr shpesh kalon te lëkura, duke rezultuar në një sër problemesh që mund të jenë si të shqetësuese ashtu edhe të dhimbshme. Akneja e vazhdueshme është një nga shenjat më të qarta që trupi po përpiqet të eliminojë toksinat përmes lëkurës. Kjo nuk është thjesht akne adoleshente, është një formë e aknezës së të rriturve që shfaqet në mënyrë të përsëritur dhe nuk përgjigjet mirë ndaj trajtimeve të zakonshme të lëkurës. Kur mëlçia dhe veshkat janë të mbingarkuara dhe nuk mund të përpunojnë të gjitha toksinat në mënyrë efikase, trupi i drejton ato drejt lëkurës për eliminim. Por problemet e lëkurës që lidhen me toksinat nuk kufizohen vetëm në akne. Ekzema është një tjetër manifestim i zakonshëm. Kjo gjendje karakterizohet nga zona të kuqëruara, të ënjtara dhe të kruajta të lëkurës që mund të shkaktojnë kruarjet intensive. Ekzema shpesh përkeqësohet kur trupi është i ekspozuar ndaj toksinave shtesë ose alergjive ushqimore, duke treguar që sistemi imunitar dhe sistemi i detoksifikimit janë të kompromituar. Psoriaza, shpërthime të ndryshme dhe lëkura e thatë dhe e irrituar janë gjithashtu shenja të mundshme. Këto gjendje shpesh janë më të theksuara në periudha stresuese ose pas konsumimit të ushqimeve të përpunuara, alkoolit ose të produkteve që përmbajnë kimikate. Cilësia e lëkurës gjithashtu mund të ndryshojë në mënyra më subtile. Lëkura mund të duket e zbekt, pa shkëlqim ose me ngjyrë jo uniforme. Mund të ketë një shkallë të shtuar të vajosjes ose përkundrazi, thatësi ekstreme. Këto ndryshime ndodhin sepse toksinat ndikojnë në balancën hormonale dhe në aftësinë e trupit për të prodhuar kolagjen dhe elastinën, proteina që e mbajnë lëkurën të shëndetshme dhe të rinj. Një aspekt tjetër i rëndësishëm është që lëkura përmban mikrobiomën e saj, një koloni bakteresh të dobishme që ndihmojnë në mbrojtjen nga patogjen dhe në ruajtjen e shëndetit të lëkurës. Kur trupi ka një ngarkesë të lartë toksike, ky ekuilibër i baktereve mund të prishet. Kjo çon në një gjendje ku bakteret e dëmshme shumëzohen, duke krijuar kushte për inflamacion dhe infeksione. Gjithashtu, shumë njerëz nuk e kuptojnë që produktet që përdorin në lëkurë mund të kontribojnë në problemin. Shumë produkte kozmetike, shampo, losione dhe parfume përmbajnë parabene, formaldehid dhe kimikate të tjera që absorbohen nëpërmjet lëkurës dhe shtohen në ngarkesën toksike të trupit. Këto substanca mund të bëhen veçanërisht problematike kur sistemi i detoksifikimit tashmë është i mbingarkuar. Kur lëkura shfaq shenja të mbingarkesës toksike, ajo po na tregon që organet e brendshme, veçanërisht mëlçia dhe veshkat, kanë nevojë për mbështetje. Në vend që të trajtojmë vetëm simptomat e jashtme me kremra dhe pomada, duhet të adresojmë shkakun themelor duke mbështetur proceset natyrale të detoksifikimit të trupit. Është interesante të shënohet që përmirësimi i shëndetit të lëkurës shpesh është një nga shenjat e para që trupi po detoksifikohet me sukses. Kur fillon të mbështesësh mëlçinë dhe sistemet e tjera të pastrimit, shumë njerëz raportojnë që lëkura e tyre bëhet më e qartë, më e ndritshme dhe më e shëndetshme brenda vetëm disa javësh. Sinjali i tretë. Problemet e tretjes. Sistemi i tretjes është një nga sistemet më të rëndësishme të trupit dhe luaj një rol qendror në detoksifikimin. Kur ky sistem nuk funksionon siç duhet, ai mund të jetë si një shkak, ashtu edhe një pasojë mbi ngarkesës toksike. Të kuptosh lidhjen midis shëndetit të zorrëve dhe toksinave është thelbësore për mirëqenien e përgjithshme. Fryrja kronike është një nga simptomat më të shpeshta që tregojnë se trupi po lufton me toksinat. Kur toksinat grumbullohen në sistemin e tretjes, ato ndërhyjnë në mikrobiomën e zorrëve, bashkësinë komplekse të trilionave baktere që jetojnë në zorrët tona. Këto baktere luajnë role jetike në tretjen e ushqimit, prodhimin e vitaminave dhe mbrojtjen e sistemit imunitar. Kur ekuilibri i tyre prishet nga toksinat, rezultati është fryerje, gaz dhe shqetësim i përgjithshëm. Kapsllëku është një tjetër sinjal alarm. Kur trupi nuk mund të eliminojë mbeturinat në mënyrë të rregullt, toksinat fillojnë të riabsorbohen në qarkullimin e gjakut, një proces që njihet si autointoksikacion. Kjo krijon një cikël të rrezikshëm, ku trupi ripërpunon toksinat e veta, duke shtuar më tej ngarkesën në mëlçi dhe organe të tjera.
Lëvizjet e rregullta të zorëve janë jetike për eliminimin e toksinave dhe dështimi për të pasur të paktën një lëvizje në ditë mund të tregojë probleme serioze. Nga ana tjetër, diarea kronike gjithashtu mund të jetë një shenjë mbi ngarkesës toksike. Kjo mund të duket kontradiktore, por kur trupi detekton nivele të larta të toksinave, ai shpesh përpiqet të shpejtojë eliminimin e tyre, duke rezultuar në lëvizje të shpeshta dhe të lëngshme të zorëve. Kjo është një përgjigje mbrojtëse, por ajo mund të çojë në dehidratim dhe humbje të elektroliteve të rëndësishëm. Dhimbja e stomakut, djegje, vështirësi në tretje dhe ndjenja e rëndesës pas ngrënjes janë gjithashtu simptoma të zakonshme. Këto tregojnë që sistemi i tretjes është i stresuar dhe nuk po funksionon në mënyrë optimale. Mëlçia, e cila luan një rol kritik në tretjen përmes prodhimit të tëmthit, mund të jetë aq e zënë me detoksifikimin sa nuk prodhon mjaft tëmth për tretjen e duhur të yndyrnave. Ndjeshmëritë ndaj ushqimeve janë një tjetër tregues i fuqishëm. Kur sistemi i tretjes dhe sistemi imunitar janë të mbingërkuar nga toksinat, trupi bëhet më reaktiv ndaj ushqimeve që më parë nuk shkaktonin probleme. Ushqime si gluten, produkte qumshti, arrat ose frutat e detit mund të fillojnë të shkaktojnë simptoma si fryerje, dhimbje barku, dhimbje koke ose lodhje. Një fakt shqetësues është që 80% e sistemit imunitar ndodhet në zorë. Kur shëndeti i zorëve është i komprometuar nga toksinat, e gjithë funksioni imunitar vuajnë. Kërkuesi tani i atribojnë 95% të gjitha sëmundjeve komplikimeve brenda zorëve. Kjo shifër e lartë tregon se sa thelbësor është shëndeti i sistemit të tretjes për mirëqenien e përgjithshme. Është gjithashtu e rëndësishme të kuptohet se si toksinat ndikojnë në organet specifike të tretjes. Mëlçia është përgjegjëse për konvertimin e toksinave në metabolite shumë reaktive përpara se të dalin këto toksina nga trupi. Megjithatë, kur mëlçia është e mbingarkuar, ky proces ngadalësohet ose ndërpritet. Zorët e holla, ku ndodh shumica e absorbimit të lëndëve ushqyese, dhe zorët e trasha, që ndihmojnë në menaxhimin e substancave të përpunuara nga mëlçia, gjithashtu vuajnë kur janë të mbingarkuara. Një tjetër aspekt shqetësues është që toksinat mund të shkaktojnë një gjendje që quhet zorë me rrjedhje. Kjo ndodh kur jeta e zorëve bëhet e dëmtuar dhe shumë e depërtueshme, duke lejuar që toksina, baktere dhe grimca të papërtryera ushqimi të kalojnë në qarkullimin e gjakut. Kjo krijon inflamacion në të gjithë trupin dhe mund të çojë në smundje autoimune dhe probleme kronike shëndetësore. Sinjali i katërt: mjegull mendore dhe probleme kognitive. Truri është veçanërisht i ndjeshëm ndaj akumulimit të toksinave për shkak të përmbajtjes së lartë të yndyrnave dhe furnizimit të gjerë me gjak. Kur toksinat grumbullohen në trup, ato mund të kenë efekte shkatërruese në funksionin kognitiv, duke krijuar një sër simptomash që shpesh keq kuptohen ose injorohen. Mjegulla mendore është përshkrimi që shumë njerëz përdorin për të shprehur një ndjenjë të përgjithshme të pasqartësisë mendore. Kjo mund të manifestohet si vështirësi në përqendrim, harresa, humbje e fjalëve në mes të një fjalie, ose një ndjenjë e përgjithshme se mendja nuk funksionon aq shpejt ose qartë sa zakonisht. Ky simptom mund të jetë veçanërisht i frustrueshëm, sepse ndikon në aftësinë për të kryer detyra të punës, për të mësuar informacion të ri dhe për të qëndruar të angazhuar në biseda. Kimikatet neurotoksike mund të dëmtojnë funksionin kognitiv dhe të ndikojnë në gjendjen emocionale. Metalet e rënda si zhiva, arseni dhe plumbi mund të grumbullohen në indet e buta të trupit, duke përfshirë trurin dhe të ndikojnë në nivelet e energjisë dhe humorit. Këto substanca mund të ndërhyjnë në transmetuesit e trurit, kimikatet që mundësojnë komunikimin midis neuroneve. Vështirësia në kujtesën afatshkurtër është një shenjë tjetër alarmante. Njerëzit mund të harrojnë takimet, të humbasin gjurmët e mendimeve në mes të një fjalie ose të mos mund të kujtojnë ku i kanë vendosur objektet. Këto probleme mund të jenë veçanërisht shqetësuese kur ndodhin te njerëzit relativisht të rinj që nuk do të prisnin të kenë probleme të kujtesës. Ndryshimet në humor janë gjithashtu të lidhura ngushtë me mbingarkesën toksike. Toksinat mund të ndikojnë në sistemin endokrin dhe të shkaktojnë çekulibra hormonale, duke çuar në luhatje të humorit, depresion dhe ankth të shtuar. Shumë njerëz që vuajnë nga ankth ose depresion pa një shkak të qartë, mund në të vërtetë të jenë duke përjetuar efektet e toksinave në kimikalizmin e tyre të trurit. Një ekzaminim i kryer tek pacient me probleme kognitiv zbuloi që dëmtimi i rrugëve të detoksifikimit dhe ngarkesa me metale të rënda ishin faktor kyç. Pacientë që ishin vetëm në moshë 43 raportuan humbje të frikshme të funksionit kognitiv, harresa e takimeve, humbja e mendimit në mes të fjalisë dhe vështirësi me detyra të punës që më parë ishin të lehta. Pas fillimit të një protokolli të personalizuar të detoksifikimit, brenda 2 muajsh, shumë prej tyre raportuan përmirësim dramatik në qartësinë mendore.
toksinat mund të ndikojnë edhe në prodhimin e melatoninës, hormoni që rregullon ciklet e gjumit. Kur nivelet e melatoninës prishen, njerëzit mund të vuajnë nga pagjumësia, gjumi i trazuar, ose të zgjohen duke u ndjerë të parelaksuar. Mungesa e gjumit cilësor pastaj përkeqëson problemet kognitiv, duke krijuar një cikël të rrezikshëm. Është interesante që mëlçia kryen shumicën e punës së saj të detoksifikimit gjatë natës, zakonisht midis orës 2 dhe 6 të mëngjesit. Nëse dikush ka vështirësi në të fjeturit me qetësi dhe shpesh zgjohet në mes të natës, kjo mund të jetë një shenjë që mëlçia po lufton me detoksifikimin. Kur trupi përpiqet të pastrojë toksinat gjatë gjumit, mund të ndërpresë ciklet normale të gjumit. Aditivët ushqimore, pesticidet dhe metalet e rënda janë të gjitha të lidhura me dëmtim kognitiv. Studime kanë treguar që ekspozimi ndaj këtyre substancave mund të ndikojnë në zhvillimin e trurit tek fëmijët dhe të përshpejtojnë rënien kognitiv tek të rriturit. Kjo është veçanërisht shqetësuese në shoqërinë moderne, ku jemi të rrethuar nga këto substanca.